ne I kemi 46 kromozoma. Për këtyre kromozomave 2 janë seksuale. Kromozomet seksuale janë X edhe Y. Tash gruaja I ka 23 kromozome seksuale dhe burri ka 23. Kur bashkohen bëhet 46, edhe prej këtij 46 kromozomësh që kemi se na fillin gjithsesi prej nesh. Tash një grua për strukturën e qelizave seksuale ka gjithmonë 23X. E ka vetëm kromozomin X. Burri prodhon 2 lloje qelizave, edhe X edhe Y. Janë me miliona qeliza dhe statistikisht gjysma janë X, gjysma janë Y. Dhe është teori gjase se cila prej qelizave mashkullore do të takohet me qelizën vezë, e cila gjithmonë është X. Nëse bashkohet qeliza X e partnerit, e burrit, e babait arsh me qelizën X të nënës, ndodh gjinia vajzë. Nëse bashkohet qeliza Y, atëherë ndodh gjinia djalë. A ka bazë shkencore që thuhet që çdo shtatzani e cila ndodh sa më afër procesit të ovulimit është djalë, ndërkaq më larg procesit të ovulimit është vajzë? A ka bazë shkencore apo jo? Tash qelizat mashkullore janë më të ndjeshme dhe aftësia tyre e fekondimit të qelizës vezë bjen me kalimin e orëve dhe është një teori se nëse ka marrëdhënie afërsisht me ditën kur ndodh ovulacioni, do të ketë më shumë qeliza Y. Po prapë është gjasë. Nuk është që ka ndonjë filtrim të disa lloje qelizave në mënyrë që të ndodhin gjinie preferuar.